Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Përshëndetje të dashur shikues dhe dëgjues të nderuar të radio televizionit online Drita e Kuranit. Falënderimet dhe lavdrimet tona i dedikojmë Allahut të madhëruar, atij i cili është një dhe i vetëm. As ka lindur kënd, as nuk është i lindur prej kujt, dhe askush në gjithësi nuk është i barabartë me Allahun. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi mëshirën e botëve, mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë ata që ndjekën rrugën e tij deri ditën e fundit. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të gjithë të dërguarit e tij që qoftë i lavdëruar. Shikues dhe dëgjues të nderuar, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur të Islamit, përshëndetjen e paqes, përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Esselamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Sot është Bajram. Anë mban botës islame dhe mbar ku jetojnë musliman, festojnë festën e bukur të Fitr Bajramit. Kështu që ju uroj përzemërsisht gëzuar festën e bukur të Fitr Bajramit dhe Allahu i madhëruar ja pranon sakrificat, agjërimin, veprat tuaja të mira, punët tuaja të mira, sadakat dhe gjithçka që bëhet vetëm për të kënaqur Zotin e gjithësisë. Edhe një herë ju uroj gëzuar bashkë me familjet tuaja. Pikërisht në këtë ditë të sotme unë do të flas rreth temës Fitr Bajrami, festa e falënderimit ndaj Allahut. Muslimanët në ditën e Fitr Bajramit nuk festojnë përfundimin e muajit të bekuar të Ramazanit, por festojnë pastrimin dhe ringjalljen e tyre. Ramazani është si një furrë e cila djeg njëra pas tjetrës faqet e mëkateve dhe veprimeve të pahishme të agjëruesve. Ky muaj bën të mundur që njeriu të rilindë dhe të pastrohet nga plumuri i tij. Shkaku kryesor i gëzimit të muslimanëve është pastrimi i vetvetes dhe rikthimi i shpirtit të pastër. Aroma e këndshme e festës së Fitr Bajramit kalon nëpër dyert e muajit të begat të Ramazanit dhe përfundon në shtëpitë e muslimanëve. Festa e Fitr Bajramit është koha e çeljes së luleve të besimit dhe imanit në zemrat dhe shpirtrat e besimtarëve. Ata të cilët për një muaj me radhë duke agjëruar kanë pastruar shtëpinë e zemrës së tyre nga plumri dhe papastërtia, në fund të muajit festojnë Fitr Bajramin. Besimtarët agjërues festojnë duke shprehur falënderime për rikthimin e tyre. Ata, përgjatë muajit të bekuar të Ramazanit, kanë arritur të kontrollojnë vetveten, ndjenjat dhe dëshirat e tyre dhe kanë arritur majat më të larta, ato të bindjes dhe besimit. Ata me anë të kësaj feste përfitojnë nga kënaqësitë shpirtërore dhe ato fetare. Pra, kjo është festa reale e arritjes së kësaj grade. Me ardhin e muajit Shawal, ndriçoi festa e madhe e Fitr Bajramit. Muslimanët me veshje të tyre të pastërta dhe të rregullta shkojnë në vendin e organizimit të namazit të Fitr Bajramit. Nga buzët e tyre, në këtë ditë të shënuar, dalin vetëm fjalë falënderuese, të cilat i drejtohen Zotit të plotfuqishëm. Zëri e falënderimit ushtin në çdo xhami e cila i fton falësit e namazit të grumbullohen në vendin e dashurisë, duke thënë Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar. Zoti është më i madhi nga ajo që mund të përshkruhet. Zoti është më i madh. Nuk ka zot tjetër përveç Zotit një dhe Zoti është më i madh. Zoti është më i madhi, falja është nga Zoti, falëndrimet janë vetëm për Zotin i cili udhëzon. Falëndrimet janë për atë që për çdo gjë na ka falur. I dërguari i Allahut, profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: festat e Fitr dhe Kurban Bajramit niseni dhe përjetoni me thirrjet la ilaha illallah, wallahu akbar, walhamdulillah, wa subhanallah. Sepse profeti Muhammed vetë silli kështu në këtë ditë. Në ditën e festës së Fitr Bajramit tregohet se profeti i nderuar dilte nga shtëpia e veshur me rroba të pastra dhe të rregullta dhe me aromë të këndshme, dhe derisa të shkonte në vendin e faljes së namazit, me zë të lartë thërriste la ilaha illallah, wallahu akbar. Ai këtë fjalë i përsëriste edhe në mesin e hutbeve përpara dhe pas tyre. Falëndrimet dhe lavdrimet për Zotin e madhëruar janë të shumta në ditën e festës së Fitr Bajramit. Prandaj, dietarët kanë theksuar se
falëndrimin nënkupton për uljen dhe bindjen përballë Zotit të plotfuqishëm dhe një lloj falëndrimi për udhëzimet dhe mirësitë që Zoti ka dhënë kësaj bote. Festa e Fitr Bajramit është një festë gjithëpërfshirëse që festohet në të gjithë pjesët e botës islame. Nëse në ditën e Fitr Bajramit ndodhesh në një prej vendeve islame, mund të ndjesh shumë lehtë aromën dhe shijen e festimit dhe gëzimit, siç ndjet edhe në vendin tonë në Shqipëri. Muslimanët në këtë ditë festojnë me gjithë shpirt dhe gëzimin e tyre ndajnë me njëri tjetrin. Sikurse thamë, muslimanët në të gjithë botën në ditën e Fitr Bajramit nuk festojnë përfundimin e muajit të bekuar të Ramazanit, por ata festojnë pastrimin dhe ringjalljen e tyre. Ramazani është si një furrë e cila djeg njëra pas tjetrës faqet e mëkateve dhe veprimet e pahishme të agjëruesve. Prandaj, muslimanët kanë kuptuar fare mirë që ky muaj i begat, pra siç është muaji i Ramazanit, i bëri të mundur që njeriu të rilindë dhe të pastrohet nga pluri dhe shkujdesja e tij. Dhe shkaku kryesor i gëzimit të muslimanëve është pikërisht ky, është pastrimi i vetvetes dhe rikthimi i shpirtit të pastër të tyre. Si vjet në festën e Fitr Bajramit, popujt e disa vendeve ndodhen në krizë dhe nuk mund ta festojnë festën ashtu siç vitet e kaluara në gëzim dhe lumturi. Ata në këtë ditë respektojnë traditën, por ashtu si vitet e kaluara, lumturia dhe gëzimi i tyre nuk mund ta ndajnë me të tjerët. Armiqtë e Islamit përpiqen të krijojnë përçarje dhe ndasi mes muslimanëve, pasi irritohen shumë nga dinjiteti dhe lartësimi i tyre. Muslimanët çdo vit dhe në çdo vend me entuziazëm të madh presin festën e bukur të Fitr Bajramit. Me rastin e festës së Fitr Bajramit, ne shohim se muslimanët në disa vende të botës, edhe pse janë në uzurpimin e armiqve, të cilët do kanë shkatruar shtëpitë, do kanë vrarë e masakruar shumë prej njerëzve të tyre, përfshirë gra dhe fëmijë. Ata përpiqen t'i japen atmosferë vendit të tyre, shtëpive të tyre, duke bërë tekbire, duke quar salavate dhe duke dhënë shpresë vetes dhe fëmijëve të tyre se inshallah së shpejti në vendet e tyre do të kthehet qetësia dhe rehatia si në këtë ditë të Fitr Bajramit. Prandaj, organizimi dinjitoz dhe sa më madhështor i Fitr Bajramit mund të prezantojë dinjitetin dhe lartësinë e muslimanëve. Ceremonia e madhe e muslimanëve në ditën e festës së Fitr Bajramit gjithmonë ka qenë frymëzuese e zhvillimeve tepër me ndikim në të ardhmen e shoqërisë muslimane. Kjo festë përcjell një mesazh të qartë, i cili pasqyrohet me faljen e namazit të Fitr Bajramit me shpirt të pastër dhe me plot madhështi, e cila bën të qartë se ky është Islami i pastër dhe origjinal muhamedan. Kjo festë është një mundësi më shumë për njeriu që ai zgjedh për vetë të ketë një jetë të pastër dhe të shëndetshme. Në festën e Fitr Bajramit, Zoti i Madhëruar i shpërblen besimtarët agjërues për mundin, sakrificën dhe për çdo punë dhe vepër të mirë që e bën vetëm për kënaqësinë e Zotit dhe u bindën urdhrit të tij kur ai urdhëroi që të agjëronin. Për këtë Allahu i Madhëruar thot në Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Dhe një zot do t'i therras, ky është xheneti që ju e keni merituar për atë që keni punuar. Sura Araf, ajeti 43. Dhe thot Allahu, ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, ne do t'i shpijem në kopshtet të xhenetit, nëpër të cilat rrjedhin lumenj. Aty do të qëndrojnë vazhdimisht e përgjithmonë. Ky është premtimi i vërtetë i Allahut. E kush është më i vërtetë se Allahu në fjalë? Sura Nisa, ajeti 122. Gjithashtu Allahu i Madhëruar në një tjetër ajet kuranor thot për punë mirë për besimtarët dhe besimtarët. Allahu u ka premtuar besimtarëve dhe besimtareve kopshte nëpër të cilat rrjedhin lumenj dhe ku do të banojnë përgjithmonë, si dhe pallate të mrekullueshme në xhenetet e Adnit. Por kënaqësia prej Allahut është shpërblimi më i madh. Kjo është fitoria madhështore. Lexojmë në surën Teube në ajetin 72. Shikues dhe dëgjues të nderuar, ky është pra për përkujtuar për këtë ditë të bukur siç është festa e Fitr Bajramit dhe një herë ju uroj përzemërsisht gëzuar festën e Fitr Bajramit. Allahu ju begatoft në familjet, në shtëpitë tuaja dhe kudo qofshi. Ju përshëndes me përshëndetjen e bukur të Islamit, përshëndetjen e paqes, përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju.